Vetëm pak orë na ndajnë nga ngjarja më e madhe e muzikës evropiane, ndërsa emocionet sa vini shtohen për shtetet pjesëmarrëse, ashtu sikurse edhe për Shqipërinë, e cila ka bërë një ehon të madhe në mediat ndërkombëtare. Shqipëria dhe Shkodra Elektronike vijon të jetë në qendër të vëmendjes, edhe për shkak të sondazhit të shtypit, pas provave gjenerale një ditë para nisjes së spektaklit muzikor, ku është renditur e dyta në radhë pas Suedis. 37 gazetar dhe përfaqësues të medias, të cilët morën pjesë në votim, ju kërkua të votonin për 3 provat e preferuara të ditës, duke përjashtuar ato që kualifikoheshin automatikisht. Shumica prej tyre kanë vlerësuar maksimalisht performancën shqiptare. I njëjti sondazh duket se do të realizohet edhe për shtetet pjesëmarrëse të gjysmëfinales së dytë në provën gjenerale në 14 maj, si dhe për provat gjenerale të finales së madhe në 16 maj. Përveç sondazhit të shtypit, organizatorët do të zhvillojnë edhe sondazhin e audiencës në bashkëpunim me 6 platforma të njohura televizive, ku publiku që del nga festivali do të pyetet për të preferuarin e tij. Shqipëria ka arritur të spikas me një performancë mbreslënëse, e cila ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, me veshjen me motive kombëtare dhe një stil unik. Gjysmëfinalja e parë e Eurovision 2025 do të mbahet në 13 maj, gjysmëfinalja e dytë në 15 maj, si dhe finalja e madhe në 17 maj. Të treja anetët e festivalit do të transmetohen ekskluzivisht në RTS1, Radio Tirana 1, si dhe RTS Muzik.